Konispolit, të nderuar të ftuar. Sot nuk kemi mbledhur vetëm për fest. Konispoli, ky qytet i vogël në hartë, por i madh në histori, është një dëshmi e gjallë e zakoneve, traditave, këngëve dhe vallëve shqiptare. Në çdo rrugicë të Konispolit ndihet aroma e historisë, njëherë është e gjithë banorëve të zonës këtu, një aromë e cila tregon për sakrificën, por njëkohësisht edhe krenarin e një populli që nuk u përkul asnjëherë. Dhe ne kemi detyrimin moral që t'i përcjellim traditat dhe zakonet brez pas brezi edhe tek brezat e rinj, sepse është mëse e nevojshme. Konispoli nuk është vetëm krenaria e jugut, por është krenaria e të gjithë Shqipërisë. Dhe le të jetë kjo fest, kjo ditë e sotme, pikërisht një simbol i bashkimit, i dashurisë për vendin tonë dhe për gjithë Shqipërinë. Faleminderit të gjithëve për ftesën, gëzuar sofrën konispoliate të gjithë banorëve të Konispolit.